narkoqeveria nuk u mjaftua me shpërndarjen e 76 milion euro për 100 euro për pensionist në total 48% votuesve për blerjen e votës, me dhurimin e 200 milion euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve, nuk u mjaftua me firmosjen e 10.000 lejeve të ndërtimit, lejeve të legalizimit, certifikatave të pronësisë, nuk u mjaftua me punësimin e mbi 10.000 punojësve për vot në qeverisjen lokale dhe qendrore, por ajo kaloi direkt dhe në blerje vote duke shpërnda fshehtas para për zgjedhësit shqiptar. Këto zgjedhje nuk njihen kurrë. Këto zgjedhje janë farse dhe nuk janë zgjedhje, pra kjo farsë nuk njihet kurrë. Ndaj dhe ne paraqesim para mediave dhe para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar faktet pakundërshtueshme të farsës që delegjitimojnë plotësisht qeverinë e dalë nga zgjedhjet. Sali Berisha udhëhoqi fushatën më të bukur të jetës tij. Dhe se çfarë mund të ketë përshpëritur njëri apo tjetri, ajo është punë e tyre. Por secili prej kandidatëve ka patur si detyrë të bëjnë maksimumin që mund të bënte, ndonse Sali Berisha kishte deklaruar që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Dhe ata të cilët besojnë se Edi Rama mund të bëhet zgjedhje të lira ose se farsa elektorale mund të fitohet, ata nuk kanë ABC-n e procesit zgjedhor. Tani, përsa i përket kallëzimeve penale, të opozicat janë bërë një lloj pralle. Ato i fut të ushi të gjitha skapi i partisë, e dini. S'merret skapi me kallëzimet penale, ata janë vetë krimi elektoral. Altin Dumani është udhëheq krimin elektoral në skap bashkë me Edi Ramën. Por qëndrimet do mbahen, sigurisht do mbahen, do vlerësohen sipas rastit.